Qarqet më të mëdha të Shqipërisë po përjetojnë një zbrazje të fortë të popullsisë në dekadën e fundit për shkak të përshpejtimit të një cikli të emigracionit jashtë vendit. Të dhënat e fundit të Instat tregojnë se gjatë 10 vjeçarit të fundit 2016-2026, qarku i Vlorës ka pësuar një rënje prej 18.46%, duke u paksuar me mbi 32.000 banor. Qytetarët e Vlorës në intervistat e dhëna për televizionin 6+1 Vlora këtë të martë shprehen të shqetësuar në lidhje nga ky trend, dërsa theksojnë se Shqipëria është zbrazur nga të rinjt, pasi jashtë vendit ata gjejnë kushte edhe më të mira. Megjithatë, shprehen besim plot që nëse situata në Shqipëri do të ndryshojë dhe do të ketë vende pune për punësimin e të rinjve, ata do të kthehen. Madje edhe emigrantët të cilët kanë ikur jashtë vendit prej vitesh mund të rikthehen sërish një ditë. Po di këtë që e shoh në qarkullimin në trotuare, shoh moshatar, nuk shoh shumë të rinj. Pra, ose fëmijë shkolle sheh moshatar, po nuk sheh atë 40 vjeçarin, atë 50 vjeçarin, atë që është më i ri, më energjik, ai që bën punën, ai që bën shkencën, ai që bën. Kjo duket. Kjo varfëri duket. Kjo është dobësia më e madhe. Ikën palca, ikën mendja, ikën logjika. E pastaj mbeten dy ekstremet. Fëmijët e shkollës edhe ata po ikën se kërkojnë ëndrat e tyre. Njeriu do kërkojë ëndën, njeriu nuk, ne kemi menduar që atheu është kështu. Ore, ku je i lumtur, ai është atheu i më i mirë. Ku e fiton lumturi, ku je? Mund ta duash vendlinjen, mund ta duash shtetin, po je më mirë atë. Kështu që inshallah po të ndryshojnë gjërat, edhe ata do kthehen këtu. Dhe kthehemi atyre do kthehen edhe ndryshe, edhe me parime, edhe me vlera, edhe me shkencë, edhe me biznese, edhe me mendje ndryshe. Kështu që unë mendoj se çdo gjë do vi duke u ndryshuar, e do vi duke përmirësuar. Kjo është e bindshme, që ne nuk do vojmë sa po vojmë. Pra, kjo është kulmi i skeqe. Kulmi i skeqe. Kështu që ti mbetej këndshëm, mbetej bukur, mbetej zërin si birbir, respekt edhe gjithë mirat. Kuptohet që gjitha e protest që ngrihet, për këto gjëra ngrihet. Por klanet që janë ndërtuar lart në politikën shqiptare nuk e lëshojnë karrige. Duhet të ngelen jetë e moti jenë ata, të bëjnë ligjin për çdo gjë, sikur e kanë pronë tyre private. Mendoni se do të përkeqësohet më shumë situata e uljes së popullsisë apo? Unë kam shpresë të breziri. Në qoftë se këta politikanë të madhe të djathtë nuk zhduken nga politika shqiptare që kanë ndërtuar deri më sot, nuk kam shpresë. Do paksohen më shumë. Qoftë se këta do e lënë mendin të rinj, brezit të rinj, në cilin ka tjetër mentalitete, tjetër koncept, zhvillimi, tere kam shpresë. Shifra nëse është në ulje nuk është e mirë kuptohet, por njerëzit do lëvizin sipas do vënë dikush më mirë për ta. Në momentet tek ne investimet nuk janë në shkallën e dur, është normale që do të lëvizin. Flitet ka rritje pagash. Kjo është gjë e mirë, por nëse njerëzit vazhdojnë e ikin tregojnë që nuk është e mjaftueshme. Si shikoni në të ardhmen, do të ketë një përmirësim të kësaj situate? Po të ketë investime do ketë. Po s'pa investime nuk do të ketë. Ky problem nuk është 70 vjet. Ky ka 30 vjet. Që ka ikur të lëm këto 10 vjet që ka bërë Qameti. Rinja ka ikur se duan mirëqenie më të mirë. Po atje njësoj, ja unë atje kam 22 vjet, njësoj. Ku ke qenë? Në Itali, në Brescia. Po pse nuk qëndrove? Po pse duan në vendin tim, jam plak. Nuk punova dhe atje. Se kishte edhe të rinj që kanë ikur do të vinë në moshën tënde. Jo, edhe unë në moshën time do vi se jam në shtëpitë mia, atje pagoj qira. Edhe kështu që jam më mirë në shtëpinë time. Po fëmijët ku i keni? Fëmijët ku i keni? Fëmijët këtu e kam djalin. Po nuk kanë ikur. Një djalë kam në Zvicër. Çupa është martuar ku me burrin. E çupa tjetër me burrin. Që pas kanë ikur aty. Ai kanë ikur, janë martuar, i mori i biri botës. Shqipëria po polarizohet me shpejtësi rreth një pike të vetme urbane, teksa Tirana zgjerohet lehtësisht, por rajonet e tjera
po përballen me plagje dhe tkurrje të popullsisë. Të dhënat e fundit të vitit 2026 tregojnë se balanca demografike ka ndryshuar në mënyrë të pakthyeshme, por megjithatë, veriu i Shqipërisë mbetet vatra më e prekur, ku braktisja po ndodh me ritme më të shpejta dhe më shqetësuese. Por jo pak problematike, ajo është edhe në jugun e vendit, ku edhe në qarkun e Vlorës ka një rënje të ndjeshme të numrit të popullsisë.